Sezoni verës po sill një fluks më të lartë pacientësh në urgjencën e spitalit të traumës. Rreth 200 persona paraqiten çdo ditë për të marrë ndihmë mjekësore, ndërsa mes rasteve më të rënda janë pacientët e politraumatizuar. Sipas mjekëve, një pjesë e konsiderueshme e këtyre rasteve lidhet me aksidentet rrugore, të cilat gjatë muajve të verës shënojnë rritje. Mesatarisht, në shërbimin e urgjencës së traumës paraqiten rreth 200 persona në ditë. Gjysma e këtyre, po gjithmonë mesatarisht. Gjysma e këtyre kanë dëmtime të vogla. Pra, nuk janë me dëmtime madhore, ose siç themi ne në urgjencë janë kode jeshile. Pjesa tjetër, që ngjelet, pra gjysma tjetër, janë kode të verdha dhe të kuqe. Kodet e verdha dhe të kuqe kanë rrezikshmëri më të lartë. Kodet e kuqe kanë rrezikshmërinë maksimale dhe zakonisht ata kalojnë në shokëruan. Nga kodet e verdha dhe nga kodet e kuqe, gjithmonë më problematike janë politrauma. Krahas pacientëve shqiptar po trajtohen gjithnjë më shumë shtetas të huaj, të cilët janë të përfshirë në aksidente gjatë udhëtimeve në rrugët e vendit. Rrit numri i njerëzve, rrit qarkullimi, njerëzit rrin deri në orare të vona, patjetër është normale. Si vjet ne kemi 2 fishë raste më shumë se sa viti i kaluar deri në këtë moment për sa i takon rasteve të traumatizuara në persona me nënshëtësi të huaj. Rastet e rënda të traumave sjellin edhe një nevojë më të madhe për rezerva gjaku. Mjekët e transfuzionit nënvizojnë rëndësinë e dhurimit, veçanërisht gjatë periudhave kur numri i aksidenteve rritet. Gjatë së verës, për shkak të lëvizjes së qytetarëve, shtimit të numrit të pushuesve që vinë edhe nga jashtë, rritjes së numrit të aksidenteve, në fakt shtohen edhe nevojat për transfuzion e gjaku, veçanërisht në rastet e aksidenteve të rënda që kanë nevojë për shumë njësi për transfuzion. Paralelisht me këtë, numri i dhuruesve përson një rënje, justifikuar kjo me faktin që shumë qytetarë shkojnë me pushime. Ne jemi gjithë kohës në thirrje të gjithë personave të shëndetshëm, të cilët kanë mundësi për të dhuruar gjak, që ta shtojnë atë dhurimin e gjakut, ka ajo checklista e parapërgatitjeve për pushim. Por mjekët parandalimin mbetet mënyra më e mirë për të shmangur pasojat e rënda. Drejtuesit automjeteve këshillohet të respektojnë kufitë e shpejtësisë, të mos drejtojnë mjetin nën efektin e alkoolit apo të lodhur, si dhe të tregojnë kujdes gjatë udhëtimeve të gjata. Zero alkool. Nuk po e përmend fare pastaj substancat e tjera që ato duhet jenë zero. E dyta, do ju lutesha të ndihmoni ambulancat. Dhe e treta, që ka shumë rëndësi, do ju lutesha që kur konstatoni një aksident në rrugë të jepni ndihmën e parë. Keni shumë kujdes me fëmijët. Sidomos me kokën e fëmijës, domethënë traumat e kokës në fëmijë janë shumë problematike. Sigurojeni fëmin, qoftë në makinë, fëmia duhet jetë i siguruar. Në makinë radh parë, në karroca, sigurojeni, sidomos kur janë fëmijë të vegjël, por edhe kur janë fëmijë shumë aktiv, duhet i siguroni. Dhe e treta, shumë kujdes me traumatizimin e kokës. Shumë kujdes. Të dhënat zyrtare tregojnë një tendencë rritje të aksidenteve rrugore. Sipas Instat, në 6 muajt e parë të vitit janë regjistruar 6.8% më shumë aksidente krahasuar me 2025-ën. Rritja e aksidenteve gjatë verës e vendos sistemin e urgjencës dhe shërbimet e traumës përballë një fluksi më të madh pacientësh, ndërsa mjekët apelojnë për më shumë kujdes në rrugë.